Allah shpërblet thonë gjëra, konstatojmë në pyetje. Hoq, çfarë është akikaja dhe cila është shpërblimi i saj në Islam? Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akika është një veprim të cilin e ka bën tradicion Allah subhanahu wa taala nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që ka për qëllim thirrje me qurbanin, falënderim ndaj Allahut për atë cilit Allah subhanahu wa taala ka dhënë fëmijë. Kjo është akika. Kur dikujt për muslimanëve Allah subhanahu wa taala e fëmijë, ai shenjë falënderimi që Allah subhanahu wa taala i ka dhënë fëmijë duhet me prej qurban. Për dhënia që ti qurbani quhet akika. Pastaj ka rregullat e tjera lidhe me të. Për tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë fëmia është i lidhur për akikën e tij. Në transmetim tjetër, fëmijët të cilët prindërit kanë prej qurban për urin, nuk mund të ndërmjetësohen për prindërit të tyre në ditën e Kiametit. Në transmetim tjetër, gjithashtu, fëmia është i lidhur nga smundja e shejtanëve, derisa me një lloj ngasmimi që thonë është për qëllim, derisa të bëhet akika dhe kur të bëhet kur të prej qurbani, lirohet nga çfarë pengesë. Kur lind vajza do të prej një qurban, i cili është dele ose dash, dhi ose sjell, por lirohet me prej edhe lop, edhe nzan, edhe bukë dhe bullisë edhe dele moshkull dhe femër. Gjithashtu lirohet me bashkuar 7 vjet që kanë vajza me prej një lop, ose 2 që kanë djem, ka 2, bojnë 4 edhe 3 që kanë vajza e bojnë 7, kombinimi edhe gjithashtu lejohet. Specifik gjithashtu e akikës është që mishi akikës nuk lejohet më hangër vetë, por duhet më hangër me njerëz, me thirë familja, vllaznik musliman atjerë, shpeshmi, me rasti duhet me nuk e ka mishi i akikës, nuk e ka dispozitën e mishit të qurbanit. Dhe kjo është në pikat shkurta akika që bëhet në ditën e 7 lindjes, ose në ditën e 14, ose ditën e 21. Këto janë ditët më të mira, por nëse dikush ka një të ditë, nuk ka probleme me bëjmë mëse të bëjmë fëmija 1 vjetë, dhe mëse të bëjmë 10 vjetë, dhe mëse të bëjmë 50 vjetë, nëse i ka prind gjallë, duhet të dhe bëjmë me akika, Allahu a'lam.